120 milion euro ka dashur t'i fal Belinda Balluku dhe Anila Denaj kompanijës bankers këtu mbrapa meje, duke dashur të pezullojë një gjob që kjo kompani ka marrë nga doganat shqiptare në vitin 2019. Tani, shtrojni pyetjen vetes, cilit prej jush kjo qeveri i ka falur një gjob minimale, ose ka menduar për të, hiq rastin e fushatave zgjedhore ku në mënyrë të paligjshme qeveria u fal qytetarëve gjobat për fituar në një vot më shumë. Prokuroria Spaku me shumë gjas ka nisur hetimet për Belinda Ballukun edhe për këtë çështje. U bën 3 çështje për cilat Belinda Balluku është e akuzuar për korrupsion. Dhe Edi Rama, në vend që ta shkarkojë, në vend që të marrë përgjegjësi politike dhe t'jap dorëheqjen për faktin se zëvendës kryeministri e ka zhytur kokë e këmbë në korrupsion, bën konstitucionalistin, bën filozofin e drejtës, një hajvan kokë e këmbë nga ideja e ligjit dhe nga fryma e ligjit, në vend t'jap llogari politike, mbron një ministre dhe një zëvendës kryeministre fund e krye të korruptuar. Dora në zemër, të gjithë e dinë, Edi Rama në fakt është duke mbrojtur veten e tij. Sa më shumë Belinda Balluku në pushtet, sa më larg Belinda Balluku nga burgu, aq më pak mundësi ka që Edi Rama të përballet me drejtsinë dhe me vullnetin e popullit shqiptar.